Këshilltari i Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës, Akil Kraja, në një dalje para mediave ka denoncuar kryebashkiakun Veliaj pas vdekjes së 17 vjeçarit Arditi Gjoklaj në landfillin e Sharrës. Kraja tha se landfilli jo vetëm është në një territor në përgjegjësinë ligjore të kryetarit të bashkisë, por sipas tij edhe një rast i pastër i korrupsionit dhe krimit shtetëror. Për këtë rast, Erion Veliaj dhe Bashkia e Tiranës zgjodhi heshtjen. Vdekja e 17 vjeçarit Arditit në landfillin e Sharrës, një territor i administruar nga Bashkia e Tiranës, në jurisdiksion e Bashkisë Tiranë, është një rast flagrant se si krimi, korrupsioni ka futur thetrat e saj në Bashkinë Tiranë. Pse hesht Erion Veliaj dhe Bashkia e Tiranës? A mos vallë sepse kompania e cila është nënkontraktuar nga një agjenci e Bashkisë Tiranës sapo krijuar, Eko Tirana, është në administrimin e një personi të përjashtuar nga Italia, Expulso, për shkak se ky person është kryetari i PS-s në Peqin, për shkak se ky person është një administrator në OSSH, e pra këto janë partnerët e Erion Velis, partnerët të cilët shkelin normat më minimale të sigurisë. Këshilltari djathtë tha se sot jemi dëshmitar të një bashkëfajtësie mes Bashkisë Tiranë dhe një kompanie që nuk kishte eksperiencën e nevojshme për të menaxhuar landfillin e mbetjeve. Miliona euro flitet për riciklimin e mbetjeve në Tiranë. Madje, nëse duam shkojmë dhe më tej, kjo mund të jetë një krim shtetëror, sepse ligji që është në parlament që flitet për importin e plerave tregon që realisht jemi përballë një rreziku më të madh për qytetin. Sot jemi dëshmitar të një bashkëfajtësie mes Bashkisë Tiranë dhe të një kompanie që nuk kishte eksperiencën e nevojshme për të menaxhuar landfillin e mbetjeve në Tiranë. Sot ne jemi bashkë dëshmitar të një krimi në kurriz të një qytetari, të një 17 vjeçari të pafajshëm që kërkonte vetëm të punonte për të blerë libra, për të shkopuar.